Doni lëkurë të butë dhe pa rrudha, kjo maskë do ju befasoj. Maskat në qendrat estetike janë shumë të kushtueshme për t'i dhënë trajtimin e duhur lëkurës tuaj, por ekziston gjithmonë një zgjidhje më e lehtë. Maskat të cilat mund t'i përgatisni në shtëpi kanë rezultuar mjaft të efektshme, por cila është maska e duhur për ju? Maska me banane dhe majonezë. Marrim një banane, i heqim lëkurën dhe e ndajmë në pjesë të vogla, hedhim banane në një tas, pastaj hedhim 3 lugë majonezë, i përzijmë dhe i shtypim me lugë druri derisa të jetë krijuar një masë në formë pureje. Në fund e vendosni maskën me kujdes mbi fytyrë, larg rrafëve të syrit dhe larg buzëve. E lëm të qëndrojë maskën për 5 minuta dhe e shpëlajmë fytyrën me ujë të vakët. Avokadoja është një përbërës të cilin ne mund ta shtojmë në këtë maskë sepse ka një efekt të mirë tek lëkura juaj.